e Gramshit. Profesor Sulaj, pra është prekur edhe një psikologe, pra si mund t'jetë prekur? Ajo nuk e ka konsumuar, le të themi, ushqimin në kopshtin numër 1. Unë e thash dhe më parë që infeksioni mund t'jetë edhe nga personat të tjerë dhe fakti që ka një person që ka dalë pozitiv, një psikologja që punon në kopsht, ky mund t'jetë edhe mundet që t'jetë dhe shkaku i kontaminimit në kopshtin numër 1. Infeksioni mund të ketë ardhur edhe nga jashtë. Gjithsesi, kjo është një hipotezë për faktin sepse psikologja mund të ketë marrë dhe infeksionin edhe nga kopshti. Të dyja mundësit ekzistojnë. Qartë? Po. Dhe çfarë duhet që të bëhet në këto raste, si duhet veprohet. Atëherë, është mirë që psikologa që është e kontaminuar, që është ka dalë pozitiv me rastin e salmonelave, nga jo duhet izolohen shtamet e salmonelave dhe të vazhdohet të investigohet, të kontrollohen të gjithë fëmijët e tjerë, të cilat kanë shfaqur shenja klinike dhe të shikohet nëse mund të izolohen shtamet e salmonelave nga feçet e fëmijëve dhe mandej të krahësohet të dy grupet e shtameve, ose shtami që gjendet në fëmijë me shtamin që mbart ose që ka kontaminuar psikologen. Në këtë mënyrë, nëse shtami është i njëjtë, atëherë mendohet që burimi i kontaminimit mund të jetë i njëjtë. Dhe unë mendoj që kemi një burim kontaminimi për faktin sepse kemi rastin kur kemi një psikologe dhe kemi një grup fëmijësh, të cilët kanë qenë në kontakt me njëri tjetrin, psikologja ka hyrë në ambientet e fëmijëve dhe po njëkohësisht fëmijët mund të jenë kontaminuar. Pra, fakti se ka ardhur burimi i infeksionit mberet akoma enigm. Prandaj kërkohet që të investigohet më tej. Sepse të thuash që ka qenë psikologja ajo që ka sjell shkakun e kontaminimit në kopsht, edhe kjo mund të ekzistojë, por mund të ekzistojë edhe versioni tjetër që fëmijët mund të kenë kontaminuar, mund të jetë psikologja kontaminuar nga fëmijët. Pra, çfarë duhet që të vazhdojë? Duhet vazhdojë investigimi dhe hetimi epidemiologjik. Për këtë kërkojnë njerëz të specializuar. Nuk mund të bëhet kjo me personat të bashkisë, të cilët nuk kanë njohuri në hetimin epidemiologjik, po kërkohen mjek epidemiolog, madje edhe veteriner epidemiolog, të cilët mund të hetojnë rastin dhe mund të orientojnë pastaj në kryerjen e analizave të mëtejshme. Institucionet thonë që analizat po zhvillohen nga ISHP-ja, por gjithashtu dhe nga ISUVI, por ende nuk kanë dalë. Shiko, të dyja institucionet si ISHP-ja dhe ISUVI, unë i njoh të dy, sepse i kam kolegë një pjesë prej tyre, ka njerëz të kualifikuar në identifikimin e salmonelave dhe Instituti Veterinarist dhe Sigurisë Ushqimore ka përvojë shumë të mirë në identifikimin e salmonelave dhe patjetër që e realizon analizën, po kështu edhe në Institutin e Shëndetit Publik ka kolegë mjaft të kualifikuar në identifikimin e salmonelave. Ne nuk kemi patur vështirësi në identifikimin e salmonelave, patjetër që kërkohet kohë, kërkohet të paktën minimumi 5 ditë për të arritur në konfirmimin e saktë të salmonelave, sepse kështu është procedura. Kërkohet një inkubim i gjatë për të arritur pastaj i kulturave, për të arritur pastaj në identifikimin përfundimtar. Unë besoj që patjetër që Instituti i Shëndetit Publik do jap versionin e tij zyrtar, nëse kemi të rastin e infeksioneve me salmonela ose jo, ose për shkaktarë të tjerë, sepse kontrolli patjetër që duhet nuk orientohet vetëm me salmonela, të orientohet edhe në shkaktarë të tjerë. Po në rast se do të dalin analizat, profesor Sulaj, me salmonel, kush janë përgjegjësit? Atëherë pastaj duhet të investigohet rasti, çfarë duhet kontrollohet fillimisht? Duhet kontrolluar si objekt i parë duhet jetë ushqimi. Sepse kemi infeksion masiv dhe infeksionet masive kryesisht vijnë me anë të ushqimit dhe ujit. Këto dy janë dy burimet kryesore. Pastaj mund të kemi raste të tjera, tash mund të jenë infeksionet kontaminimet e kryqëzuara, të cilat mund të vinë nga shkaqe të ndryshme, nga personeli, nga ambienti, nga infeksionet e tjera, nga personat që hyn nga jashtë, nga mund të jenë shkaktarë të tjerë, mund të jenë insekte, minj, zoq, të cilët mund të hynë në ambientet e kopshtit dhe mund të kontaminojnë sipërfaqet dhe ushqimin. Shkaqet janë të ndryshme, por hetimi dhe kontrolli duhet të fokusohet kryesisht paralelisht fillimisht tek ushqimi dhe njerëzit. Pra, nëse ne në të dyja rastet do konfirmojmë se kemi prani të salmonelave, atëherë burimi kryesor ngelet ushqimi.
Profesor, ne para disa kohësh patëm dhe që u konfirmua dhe pse me vonesë edhe praninë e salmonelës dhe hedhjet madje dhe ushqit në pjesë e mishit si në Vlorë, po kështu dhe në qytetet tjera. A ekziston që mund të jetë prezente duke u nisur nga këto dyshime që ne po flasim tani për rastin e kopshtit në Gramsh? Cilat veprime duhet marrin autoritetet, kryesisht autoriteti kombëtar i ushqimit. Menjëherë duhet kontrollohet dhe duhet të gjurmohen të gjitha ushqimet që janë përdorur në kopshtin numër 1 në Gramsh. Dhe mandej duhet të shkohet duke hetuar mbrapa në kohë për të parë se nga kanë ardhur këto ushqime dhe për të gjetur nëse kemi ushqime të cilat kanë qenë të kontaminuara dhe janë shitur ose jo. Dhe nëse kemi ushqime të cilat vijnë nga partitë e kontaminuara, atëherë rastisht i thjesht mund të konfirmohet që kemi kemi përdorim të ushqimit kontaminuar. Pra, e gjithë procedura duhet të orientohet në kontrollin e gjurmëshmërisë të ushqimeve nga autoriteti kombëtar i ushqimit dhe duke hetuar, duke marrë në konsiderat sasinë e ushqimit të marrë, datat e skadencës, duke marrë dokumentacionin shoqërues, certifikatat veterinare nëse ka produkte të prodhuara në vend ose të ardhura nga jashtë, dhe mandej duhet vazhdohet të hetohet për të cilat kompani ose cilat firma i kanë furnizuar, ku janë bler ushqimet, a ka patur kushtet e sigurt të transportit të ushqimeve, a ka kushtet të ruajtjes të ushqimeve në kopësht sipas standardeve ose jo, të kontrollojnë frigoriferët, kontrollojnë ambientet,